Sadedin Hysen, shehu lindur më 16 i 2 1958 dhe ra në betej më 19 i 11 i 1998. Luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ju bashkuan edhe shumë bie e bija të Gjakovës. Ky qytet ka dhënë numër të madh të luftëtarëve, shumë prej të cilëve kanë rënë dëshmorë të kombit. Njëri ndërta është edhe Sadedin Shehu, i ashtu quajturi i Baba She, i cili lindi më 16 shkurt të vitit 1958 në Gjakov. Babai i tij, Sheh Hyseni, që në fëmijëri rëfente për trimat dhe qëndresën e gjakovarëve në luftë kundër armiqve serbo-malazez. Prindërit Hyeseni dhe Hatigja lindën dhe rritën bijt dhe bijat, Sadedinin, Shpresën, Vahdetën, Luljetën, Elhatin dhe Vehbiun. Sadedini, shkollën fillore dhe atë të mesme i kreu në vendlindje. Pas përfundimit të shkollimit, u punësua në kombinatin ndërtimor industrial. Dukagjini si vozitës ku punoi deri më 1981, ku nga ky vit fillon edhe aktiviteti i tij adhetar. Sadedini ishte pjesëmarrës i demonstratave për të kërkuar Kosovën Republik. Aktiviteti i tij bie në sy të policisë, për çka detyrohet të marrë rrugën e mergimit. Fillimisht vendoset në Bruksel të Belgjikës, e cila aso kohe ishte qendër e veprimtarëve kombëtare. Atje ai organizon demonstrata me bashkëdhetar, ku përkrahte Kosovën Republik. Ai punonte dhe mbante edhe familjen. Gjatë qëndrimit në Belgjik, njihet me Linën me të cilën martohet në vitin 1983. Një vit më vonë u lind djali, të cilin e pagëzojnë me emrin Qamil. Në vitin 1987 kthehet në Gjakov dhe vazhdon aktivitetin e tij adhetar, ku mori pjesë në të gjitha demonstrata. Në vitin 1989 ishte në krye të demonstratave, ku protestonin për heqjen e autonomisë së Kosovës. Edhe në vitin 1990 ishte në krye të demonstratave, ku u vran demonstruesit Fatmir Keleshi dhe Gjevat Hoxha. Me këtë rast, Sadedini organizon homazhe dhe bëhet një varrim tejet madhështor. Gjendja e krijuar pas këtyre ngjarjeve e detyroi të emigroj, sërish ku shkoi në Gjermani. Atje bashkëdhetarët që ishin të detyruar të largoheshin nga Kosova, si shtëpitë të tyre, kishin banesën e Sadedinit dhe mikpritjen e tij bujare. Gjatë kësaj kohe ai e hap një restorant në Hanover, ku krahas punës kishte kontakte edhe me veprimtarët të cilët punonin për luftë. Kur erdhi nga Gjermania, Sadedin Shehu solli armatim me vete. Sadedini aktivitetin e tij e vazhdon me grumbullimin e mjeteve për luftë, si dhe vullnetarëve të cilëve u prind në vitin 1998, ku shkojnë në Shqipëri. Në Tiranë ishte së bashku me shokët Arben Gaxha, Agron Kurhasku, Muhamet Salla, Milot Morina që të gjithë nga Gjakova. Mandej vazhdojnë rrugën për Kosovë, me një numër të madh djelmoshash, ku radhitet në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Fillimisht u inkuadrua në qershor të vitit 1998, në Glogjan të Deçanit si ushtar. Inkuadrohen në komandën e komandantit Ramush Haradinaj. Dëshmori dhe trimi Sadedin Shehu nga ditët e para mori pjesë në të gjitha fushbetejat e rafshit të Dukagjinit si në Kralan, Prejlep, Hereq, Glogjan, Carabreg, Jablanic e T. Në fshatin Prejlep, lufta me forcat ushtarake serbe u zhvillua në një distancë rreth 70 metra. Ai u dallua me trimërinë dhe largpamësinë e tij, për çka edhe u thoshte shokëve: "Dëgjoni sonte lajmet, vetë serbët do ta pranojnë humbjen e betejës." Betejat ishin shumë të ashpra dhe Sadedini ishte i pamposhtur me mortajen e tij. Ndërkohë niset për armatim në Shqipëri ndalet në Junik për të pushuar. Dhe për një moment sulmohet Juniku, kundër të parët niset Sadedini, pastaj bashkëluftëtarët Naim Maloku dhe Shkëlzem Batusha. Në vijën e frontit plagosen që të dy, por Sadedini disa orë me radhë qëndron në pikën luftarake, dhe të nesëmën e vazhdon rrugën në për Alpet shqiptare. Serbët fillojnë sulmin në drejtim të fshatit Gjocaj dhe Junik. Komandant Rustem Berisha dhe Agim Ramadani kërkojnë ndihmë prej djemve të Gjakovës, dhe kësaj thirrje i përgjigjen Sadedini me 4 shok, ku në këtë betejë serbët kishin humbur 2 epror të lartë dhe 2 ushtar. Nga konsiderata shokët e quanin Baba She. Përveç që dallohej në luftime, ai ishte shumë aktiv edhe në përcjellje të popullatës së zhvendosur grykave e maleve, ku kujdesej për furnizim të popullsisë. Serbët përgatisin një kurth ndaj misionarës Sally Becker, e cila kishte mision humanitar për ndihmë popullatës së zhvendosur. Në një moment kritik, arrestohet Sally Becker dhe një grua, të cilat u zun nga armiku serb, ndërkaq Sadedini me ta parë ngjarjen shkon i tërheq fëmijët dhe i shpëton. Për shkak të rrethanave të disfavoshme kur ushtria çlirimtare e Kosovës kishte mbetur pa armatim, komandanti e PT Dukagjinit, Ramush Haradinaj,
Kërkon nga disa luftëtarë që të shkojnë në Shqipëri për të marrë armë. Lajmërohet Sadedini, i cili u thot shokëve: "Së shpejti do të shihemi." Ai merr rrugën drejt Gajkovës sepse dëshira për ta parë nënën pas disa vitesh nuk e linte të qetë, dhe këtë dëshirë realizon. Dhe pas disa ditësh me 19 nëntor të vitit 1998 së bashku me Besim Bistrazhinin, përparim Saraqinin dhe disa shok niset drejt kufirit shqiptar. Në rrugtime sipër pikërisht në vendin e quajtur Bokë e Devës, grupit prej 5 vetash të cilit u printe Sadedini në një çast u ka thënë: "Shok ram në mina, aty plagosën 4 ushtar të Uçkës." Besim Bistrazhini shkon për ta tërhequr Sadedinin, i cili ashtu i plagosur i thot: "Më leni mua këtu", dhe në ato çaste ndëron jetë. Të plagosurit e tjerë, e njëri nga ta përparim Saraqini, arrin në qytet. Përkundër përpjekjeve të familjarëve për të gjetur trupin e pa jetë të Sadedinit, sot e asaj dite nuk është gjetur asnjë gjurmë. Sadedini pas vete ka lënë gruan Linën dhe 3 fëmijët, Qamilin, Vlorën dhe Albanin. Rruga e shtëpisë ku ka lindur dëshmori Sadedin Shehu është emërtuar me emrin e tij. Sadedin Shehu është nderuar me mirënjohje të shumta nga shtabi i përgjithshëm i Uçkës, nga qeveria e përkohshme e Kosovës dhe nga komandada e zonës operative të Dukagjinit.